Dita e djeshme dhe e sotshme ka qenë mbushur me debate në shtëpinë e Big Brother Vik Bullpenja 5 dhe protagonistët kryesor kanë qenë pikërisht Selin dhe Rogerti. Kemi parë që dyshja që në fillimet e veta nuk ka patur një marrëdhënie të mirë, megjithatë kohët e fundit po përkeqësohet të rënd. Teksa banorët bisedonin në obor, Rogerti si gjithmonë ka shkuar të ngacmojë Selinën me fjalë. Por, në një moment, Selin ka ngritur këmbën duke i thënë atij që mos t'i afrohet, dhe Rogerti i ka kapur këmbën e saj. Në këtë moment, Selin është ndjerë keq duke i thënë që mos ta prek, por Rogerti vazhdonte ende, dhe në atë moment, Selin është çuar në këmbë duke i gërthitur atij në fytyrë. Ka qenë Stenaldo, ai që është futur në mes, edhe pse i verbër ka shtyr Rogertin duke e ndarë atë nga Selin dhe më pas janë afruar edhe banorët të tjerë. Më pas, Selin ka filluar të qajme nga shërim, pasi kjo gjë ka qenë shumë e rëndë për të. Ndërkohë që Rogerti ka përsëritur disa herë që nuk e ka prekur, por vetëm e ka ngacmuar me fjalë, dhe në video duket që Rogerti e ka prekur në këmbë, megjithatë, publiku thotë që ka prekur vetëm shapkën e Selin. Pra, shapkat që ajo po vishte dhe jo Selin në trup. Kjo gjë është diçka që do diskutohet në Prime dhe ja vlen që të merren masa, pasi për të gjithë banorët Rogerti është bërë i bezdisshëm dhe shihet si një kërcënim. Megjithatë, publiku ka një mesazh për këtë Big Brother dhe thotë që nuk kanë sjellë fare emocion për vetëm debate, prandaj do donin shumë disa banorë që të sillnin humor dhe hare në atë shtëpi, pasi kjo po bëhet pak e bezdisshme. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni që Rogerti duhet të dënohet? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.